Autoriteti i Mediave Audiovizive ka reaguar ashpër mbas publikimit të mundshëm të pamjeve nga aksidenti tragjik i ndodhur në Durrës, ku humbën jetën 2 të mitur dhe një tjetër mbeti plagosur rënd. Kryetaria e AMAS, Armela Krasniqi, u ka bërë thirrje të drejtpërdrejtë mediave dhe drejtuesve të tyre që të përmbahen nga transmetimi i materialeve që lidhen me ngjarjen, duke theksuar se një qasje e tillë bie ndesh me standardet profesionale dhe etikën gazetareske. Sipas saj, shndërrimi i tragjedive njerëzore në përmbajtje për klikime përbën deformim të misionit të informimit dhe cënim të dinjitetit të viktimave dhe familjarëve të tyre. Çdo tejkalimi i kufive etik dëmton besimin e publikut dhe largon median nga roli i saj thelbësor, është shprehur Krasniqi në reagimin e saj. Ajo ka theksuar gjithashtu se gazetaria nuk mund të reduktohet në spektakël dhimbjeje, por duhet të mbetet një instrument informimi i përgjegjshëm që respekton jetën dhe ndjeshmërinë njerëzore. Ngjarja e rëndë në Durrës ka tronditur opinionin publik, ndërsa një prej të miturve të plagosur u transportua për trajtim të specializuar në Spitalin e Traumës në Tiranë dhe ku fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.